buron brenda teritorit Greqisë në malet e Pindit dhe merr 2 dega atje, merr Vikosin, që ne njohim dhe si ujë mineral, si mark ujë mineral, dhe Saranda Porosin. Futet në vendin ton Çarshov ose në Perat, në rrethin e Përmetit, dhe që aty merr një pjesë prenjshme vete si Çarçovën, Langaricën, Lemnicën, Dishnicën, Zagorien, dhe aty në hyrje të Tepelenës merr dhe degën e parë, degën jugore të saj në Shqipëri, merr lumin Drinos. Më pas merr dhe një lum tjetër që Shushica ose lumi i Vlorës, dhe krijon këtë fizionomi të plot. Disa kilometra më tej është Shushica, mund të jetë 10 kilometra që këtu, 8 ose 10 kilometra. Midis Armenit dhe Llakatunit në pjesën. Interesante është se Vjosa shërben si kufi natyror ndërmjet rrethit të Fierit dhe rrethit të Vlorës, dhe nuk është pak, jo pak, po janë gjithsej afërsisht 72 kilometra, 70-72 kilometra që ndajnë rrethin e Vlorës dhe rrethin e Fierit nga gjarpërimet e Vjosës, sepse Vjosa ka dhe shumë meandra. Por ka ndodhur një dukuri që shpesh kufiri midis dy rretheve ka ndryshuar, sepse dikur në një pozicion Vjosa merr nga Fieri dhe lëshon ose fiton territor nga Vlora, dhe e ana sjellta ndodh me pjesën tjetër të shtratit të saj. Domethënë lumi nëpërmjet meandrave të saj e ndryshon vazhdimisht rrjedhën. Dhe këtu diku është ndryrë përpara disa vitesh, sepse vuri në rrezik edhe bazamenti kryesor të Urës. Aty shohim punime për forcimi, sepse lumi kish filluar të meandronte në krahun e bregut të djathtë, që është bregu i Fierit. Atëre, besoj se nuk përmendëm edhe faktin që Vjosa është një lum i pasur me peshk, edhe ti që i zonës e di shumë mirë këtë fakt. Po, këtu sot është koha pak e keqe, sepse ditë për ditë tu mbushet me peshkatar nga Fieri, nga Vlora, gjuajnë me grepa, dhe ka peshk. Plotson edhe kushtin tjetër si burim ekonomik. Po. Edhe besoj se diku më në perëndim drejt Derdës, aty do të jetë një shtrat më i favorshëm për peshkimin. Është shumë më i gjerë se sa kaq, disa herë më i gjerë, dhe gjuajnë shumë peshkatar me varkat e tyre. Po kjo është, si që thamë, është edhe një burim i rëndësishëm ekonomik, një nga mjeshtrit e vjetra ose një nga veprimtaritë ekonomike nga më të lashtat peshkimi, krahas bujqësisë edhe blegtorisë. E ndeshim qysh tek njeriu primitiv ku përpunoi grepa prej kocke. Nëse këto do t'ja lejmë një emisioni tjetër, kur do të bëjmë fjalë në tërësi për Novoselën, si zonë, ndoshta edhe si qendër administrative këtu komunë. Të nderuar teleshikues, në këtë pikë të emisionit ton vëzhgime historike dhe arkeologjike, u përqendruam kryesisht tek ura e Mifolit. Mbasi të bësh fjalë për Novoselën, kemi shumë hapësira për të shkelur dhe po ja lëm një herë tjetër. Kështu që në emër të grupit Xhirimit ju përshëndesim. Juve gazetari dhe drejtuesi i emisionit Makupone. Juve historiani Iliri Gjika, pasi ne jemi të dy bashkautor të këtij emisioni. Këtu pranë kam të ftuarin e posaçëm, operatorin e televizionit Apollon për zonën, Lavdosh Miho. Po. Dhe si zakonisht, por këtë le t'ja lëm një surprizë fare të vogël. Më vjen mirë që e zbuluam edhe bashkëpunëtorin tonë të tretë dhe bashkëudhëtarin e këtyre shtektimeve tona të përjavshme, operatorin e talentuar Nuri Korita, dhe nuk na mbetet gjë tjetër veç se këtu nga bregu i Vjosës, në bregun e saj që i përket të rrethit të Vlorës, dhe me pamje nga Fieri, nga ku e ka qendrën edhe televizioni ynë rajonal Apollon. Të përshëndesim të gjithë miqtë dhe fansat tanë që na ndjekin nëpërmjet objektivit të kamerës, dhe t'u premtojmë atyre se do të javën e ardhshme do të kemi surpriza të tjera. Atëherë përshëndetje të gjithëve.
Radio Vlora 101.9 MHz.